këtu nga qyteti i Vlorës. Sa po të hidhin syt këtu pranë meje, ndodhet busti i herojit të madh kombëtar Ismail Qemalit, arkitektit dhe realizuesit të pavarësisë kombëtare, një nga momentet më të rëndësishme të gjithë historisë së popullit tonë në shekuj. Pra, këtu kemi simbolin e pavarësisë dhe kemi ardhur sepse pikërisht sot me 28 nëntor kemi përvjetorin e 96 të shpalljes së pavarësisë. Kuptohet qyteti i Vlorës ka patur gjatë kësaj jave një program veprimtarish në këtë kuadër dhe është festa e madhe që ne e festojmë, e kujtojmë, e përkujtojmë dhe e nderojmë vit pas viti. Për të realizuar këtë emision, unë dhe si herë të tjera kam ardhur me historianin tonë të mirënjohur, Ilirian Gjika, është këtu pranë jush. Shëndetje. Me gazetarin tonë në Vlorë, Vangel Sako. Dhe tashi po ju njoh me të zotët e shtëpisë, të cilët janë përkatësisht lektor, Agron Shehu dhe bashkim FIFA. Bashkarisht do të mundohemi të ndërtojmë diçka, të kuptohet të veçantë, edhe jo ai të veçantë, mbasi të gjithë e njohim këtë histori të madhe, po ne do të përpiqemi përmes pamjeve të jashtme dhe eksponateve dhe dokumenteve të ndryshme në brendit të muzeut për të rikujtuar dhe njerë këtë ditë të madhe. Atëre, një fjalë e popullit i nderor Agron thotë që trimi madh me shok shumë. Dhe ne kështu thamë që do të fillonim së bashku. Këtu kemi figurën e madhe të Ismail Qemalit, por në shoqërimin e trimave të tjerë, figurave të mëdha të historisë së popullit tonë. Dhe përpara se të vijmë tek i madhi Ismail Qemalit, e momenti historik i shpalljes së pavarësisë, kishin kaluar kaq ngjarje të rëndësishme kombëtare. Jo më shumë se 4-5 ditë më parë, në datën 22 ishte piku i veprimtarive për Kongresin e Manastirit, një ngjarje madhore gjithashtu që i priu shpalljes së pavarësisë, dhe është e kuptueshëm se dhe ky moment lidhet, është një rrjedhë e historisë që të çon pikërisht tek i madhi Ismail Qemali dhe tek flamuri që kemi akoma, siç e përfitojmë gjithmonë në këtë balkon historik të këtij muzeu. Unë do të doja që ju të na flisni çik pikërisht si erdhën ngjarjet deri tek ky moment kyç i historisë son kombëtare. Si shtatë edhe ju, data e 28 nëntorit 1912 është kurorëzimi i të gjitha përpjekjeve të shqiptarëve për ëndrrën e stërgjyshërve tanë për një shtet të pavarur shqiptar. Unë do të thosha, duke shtuar dhe diçka më tej, nuk janë vetëm këto figurat të cilat janë ekspozuar, të cilët janë përbërësit e qeverisë së parë shqiptare, janë dhe disa figura të tjera të cilat kanë kontribute madhore, siç është Isa Buletini, Hasan Prishtina, Idris Seferi dhe shumë figura të tjera, të cilat bashkarisht, si shtat dhe ju, trimi i mirë me shok shumë. Pra, e formojnë atë kurorën e artë të gjithë formimit të shtetit të parë shqiptar. Ismail Qemali ishte figura madhore, kryesore, e cila ka nderin pra të udhëheq këtë ngjarje të madhe historike të popullit tonë. Filloj me ngjarjen e madhe të lidhjes shqiptare të Prizrenit, e cila është për herë të parë një bashkim i të gjithë përfaqësuesve të trevave shqiptare që mundsuan idenë e madhe për mosopëzimin e trevave. Aq më tepër që pikërisht nga ky takim i madh i Prizrenit u dërgua dhe një memorandum e Kongresit Berlinit pikërisht për këtë problem. Pastaj do të vijojnë ngjarje të tjera madhore, siç janë në vijim Sipra, Kongresi i Manastirit, një ngjarje me përmasa mbar kombëtare dhe më tej për gjithë trevat shqiptare, për arsye se pati meritën e madhe se unifikoi alfabetin shqip në aspektin e kulturës, jo vetëm në aspektin e kulturës, por edhe në lëmin politik.
Pra, për herë të parë morën pjesë 50 delegat në Kongresin e Manastirit, përfaqësues nga gjitha trevat shqiptare, duke filluar jo vetëm brenda hapësirës shqiptare të trungut kombëtar, por nga përfaqësuesit e Malit të Zit, Kosovës, të Maqedonisë, nga kolonia shqiptare e Bukureshtit e Sofjes, edhe nga shqiptarët e Amerikës. Ky kongres pati dy figura madhore, gjigande, do të themi, të kulturës shqiptare, me kontribute madhore, siç ishte i madhi Mitat Frashëri, i cili ishte kryetari i Kongresit Manastirit. Po ashtu edhe figura gjigande e Gjerfishës, i cili mori pjesë në drejtimin e Komisionit të Alfabetit Shqip, së bashku me mjaft figura mëdha të lingvistikës, pra shqiptare, dhe futja 3 alfabete, alfabetit Stambollit, alfabetit të rëndësishëm të shoqërisë Bashkimi, po ashtu edhe ati Agimi, me shoqërisë Agimi patjetër, të cilat bën të mundur para që në përfundim të kongresit me unanimitet dhe njëkohësisht me një konsensus të përsaktonin 2 alfabet, alfabetin e Stambollit dhe alfabetin latin, për të treguar kohës se cili nga këta do të rezistonte. Fatmirësisht shqiptarët ishte edhe një kompromis i madh që është edhe sot ka mesazhin edhe për forcat politike që dhe shqiptarët din bëjnë kompromise të mëdha. Shumë e vërtet. Alfabeti i latin duke qenë alfabet shumë i avancuar, duke pas parasysh që pjesa dërmuese e kombeve të qytetëruara përdorin alfabetin latin dhe shqipshkronjat me gërmat latina, detyrimisht që edhe shqiptarët treguan këtu një sens perdimor dhe të kulturuar. Prandaj pikërisht profesori ka shumë të drejtë në këtë pikë, sepse po ju kujtoj që turqit pas nesh, megjithëse ne ishim pjesë e perandorisë osmane, për shembull, Eqerembej Vlora, një nga njerëzit më të ditur të Shqipërisë shekullit 20, thotë që në kujtimet e tij, siç e kishin njohur drejt për drejt Ataturkun, atëherë kur ai quhej Mustafa Kemal dhe ishte një ushtarak i armatës turke, thotë që Ataturku ishte një nacionalist dhe një përkrahës i ekzistencës së perandorisë shumëkombëshe osmane. Ndërkohë, ai u shndërrua pastaj në një element shumë radikal, dhe nëse shqiptarët, siç e tha dhe profesor Agroni, që në 1908 vendosën alfabetin latin, Ataturku, në mos gaboj profesor, në 1922 vendosi për Turqinë dhe bëri një reformë pikërisht ai për alfabet. Duke pas parasysh se kongresi i Manastirit u shoqërua më pas me një sër ngjarjesh të mëdha. Do të shikojmë në vijimsi kongresin për Elbasanit, shumë dhe ngjarje tjera, dhe të cilat gradualisht pasaj erdhën tek ajo që do ta quajmë kurorëzimi i të gjitha këtyre ngjarjeve të mëdha që sollën atë që ndëronin gjithë paraardhësit tanë, pra një Shqipëri të më vetësuar, një Shqipëri të pavarur që të ishte në dispozicion të gjithë bashkëdhetarëve tanë. Edhe një diçka të vogël, e se do të futemi në mjediset e brendshme të muzeut. Në fillim ne vedham një moment nëpërmjet filmit Nëntori 2, momentin final të shpalljes së momentit historik. Tashti fare shkurtë, unë do të doja për situatën, domethënë për opinionin popullor të Vlorës, të qyteti historik, me vlerat jashtëzakonshme historike muzeale, atmosferën e Vlorës me gjithë periferin dhe atmosferën kuptohet në kuadrin kombëtar të atyre ditëve. Një gjë do kemi parasysh. Ismail Qemali kur u nis nga tërjesja pasi kishte biseduar me kontin Bertolt për çështje shqiptare dhe pas takime i kishte bërë me shqiptarët e kolonisë Bukureshtit, mbri në Durrës. Ideja fillestare ndoshta ishte që pavarësia të shpallesh në Durrës, por duke pas parasysh faktin që forcat serbe, jemi pikërisht në luftën e parë ballkanike, forcat serbe, forcat malazes, 21 nëntor. Të gjitha këto po afronin në portat e Durrësit. Ismail Qemali bashkë me patriotë e tjerë
kishte një qendër tashmë të përgatitur. Klubi Patriotik i Labëria në gjirën e vet kishte një grumbull shumë të madh patriotësh, jo vetëm të Vlorës, por edhe nga të gjithë hapësirat e tjera shqiptare. Dhe mendoj që vendi më i përshtatshëm për të shpallur këtë ishte pikërisht qyteti i Vlorës. Dhe këtë dëshmon me intervistën që jep në momentin kur thot kur mbreti në Vlorë, një zjarr i shenjtë patriotizmi më priti në vendin ku unë linda. Atëherë ne po futemi brenda dhe do ta shikojmë nëpërmjet dokumenteve, atyre që ruhen relikeve, pikërisht këtë zjarr të madh patriotik. Atëherë profesor Sheu, ne këtu jemi konkretisht? Tu jemi tek pavioni i parë që quhet i rilindjes. Fillon me ngjarje më të madhe, siç ja theksuam, të 10 qershorit të 1878-s, lidhja shqiptare Prizrenit, si ngjarje madhore, shumë e rëndësishme para shpalljes pavarësisë. Kemi një foto që na prezanton kullën e Isa Buletinit në buletin Mitrovicës, e cila disa herë u doqë dhe u shkatruar nga serbët dhe mbeti simboli qendrës së gjithë shqiptarë. Këtu kemi disa nga portrete rilnase, tashmë të njohur, që nga Sami Frashi, Jani Vreto, Naim Frashi. Gazeta të cilat botoheshin në kolonitë shqiptare, jashtë Avdeut, në Bukuresht dhe në Sofje, si edhe libra original, shumica, gramatika, abetare, aritmetika, po ashtu libra të rilindase, baktie, bujësiat në infrashit, mësimet, Shqipëria që ka qenë qështë dhe çdo të bet, botime që fillojnë qysh nga viti 1886, atë më mbrapa, që janë botuar në Bukuresht, në Sofje dhe në Selanik. Shtypi cilis kohë i përket? Shtypi është pikërisht i asaj periudhe, duke filluar prej viteve 1905, 1908, 12 e kështu me radhë. 1911. Do të thosh periudha drejtuar nga Kristo Luarasi. Vazhdojmë. Këtu kemi një pamje që na prezanton pjesëtar të klubit Labëria, Patriotik Labëria të Vlorës, midis cila dallohet edhe figura kryesore e Ismail Qemalit. Në cilat vite jemi? Kjo është e vitit 1908, është pikërisht në jo është marrë në kohën kur një pjesë e madhe e këtyre patriotëve tanë pas themelimit të klubit Patriotik Labëria u ndoqën nga Gjon Turqit, të cilët nuk mbajtën premtimin për shkak të veprimtarisë patriotike. Duhet të jetë 1909. Themelimi i shoqërisë Labëria është 1908. Po, dhe pikërisht pas asaj, një pjesë e këtyre patriotëve u detyruan të kalonin edhe është foto e bërë në Napoli të Italisë. Ati është realizuar kjo fotografi. Këtu kemi pastaj figurat e intelektualëve kryesor të rilindjes, Themistokli Gërmenji, Ismail Qemali, Fanoli, Mial Grameno, Sevasti Qiriazi dhe Petronini. Veçanërisht këto dy figurat e fundit dhanë kontributet më dha për qeljen e shkolla shqipe. Sevastia ka rol të veçantë për shkollën e vashave të Korçë. Familja Qiriazi, po, familja të jashtëzakonshme dhe kontribute financiare në Kongresin. Bile në bisedat me pedagogët, me profesorët të Universitetit Tiranës, diskutohej që familja Qiriazi para se të vendoseshin tek godina e Kongresit të Manastirit, ka kryer gjithë veprimtarinë e saj pikërisht në ambientet e saj. Kontributi financiar i tyre ishte dhe i familjes Gërmenji, nga rrjedhë patrioti i madh, pasaj që pati fatin e keq, pushkatohet nga grekët në Selanik, Themistokli Gërmenji. Në ato vite pjesëtari çetave të armatosura të Shqipërisë së Jugut. Tashi më lejoni mua ta lexoj këtë të madhit në infrashri. A e shihni Skënderben mbren e mirë, trime burr, u përpoq për më ven, pasi vdes emër i kur. Në infrashri e pavdekshme që na bën vërtet krenar, edhe kështu kemi të bëjmë me emrin e pavdekshëm, Jehona e cili të erdhi tek pavarësia. Këto janë pjesë të periudhës muzeut qysh në atë periudhë. Do më thënë, këto janë në fakt vetveti, këto janë relike. Në të njëjtën këto janë. Këto kemi të bëjmë disa. Këto kemi kalojmë tek zyra e kryeministrit, po ashtu dhe kabineti, do të shohim mjaft origjinale, mjaft pjesë kryesorë, tavolina, karike, eksponate origjinale. Ndërsa këtu kemi
disa nga figurat kryesore të udhëheqësve të lëvizjeve anti-osmane, që fillojnë nga 1909 dhe në vimësi gjetin prag të pavarësisë. Dedion Luli, Isa Buletini, Idris Seferi, Agji Zeka, Shoqëror me qetat, me luftëtarët,